Kështu që në këto kushte duhet merren menjëherë masa në mënyrë që të stabilizohet situata, në mënyrë që tregu i hidrokarbureve të gjejë mënyrën e funksionimit vet dhe natyrisht që inflacionit mos i lihet rrugë lirë tashmë për të orientuar, për të rritur që në fakt ka filluar të japi efektet e veta. Ndaj dhe Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli duhet ta kishin marrë parasysh këtë zhvillim me efekte negative në tregjet ndërkombëtare. Po të kemi parasysh këtu deklaratën e hershme të presidentit Trump, ai tha që lufta në Iran do zgjasë 4 deri në 5 javë. Dhe pikërisht këtë kishte parashikuar administrata dhe vetë presidenti Trump, por natyrisht indikuar dhe nga Izraeli, sepse Izraeli është ai që e monitoron të gjithë situatën, jo vetëm në Iran, por në gjithë atë rajonin dhe madje bashkëpunon ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për veprimet ushtarake që ndërmerr kundër Iranit. Kështu që situata është e kuptueshme që në situata lufte jo çdo gjë parashikohet, sepse ka dhe gjëra të parashikueshme, ka dhe dëme kolaterale që quhen në këtë rast, por në rastin konkret duket sikur situata po përshkallëzohet më shumë se sa shpritej. Ndaj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet marrin masa të drejta dhe konkrete që në një farë mënyrë po përgatiten t'i marrin në mënyrë që të stabilizojnë tregjet, në mënyrë që Iranin ta vënë në presion për të përmbushur kushtet e Washingtonit dhe nga ana tjetër Irani të mos bëjë më kërcënim jo vetëm për vendet e ndryshme arabe, të cilat ndodhen në sulmin e tij, por aq më pak edhe për Izraelin, që tashmë është i përfshirë në veprime luftarake. Nga sa është zhvilluar gjithë historia e këtyre 20 ditëve me sulme drejt Iranit kundër përgjigja në vendet e Gjirit Persik, por edhe me tentativa për të shkuar edhe më larg, siç ishte rasti në fillim në Kipro, në Turqi, në Azerbajxhan, pra për të zgjeruar hartën e konfliktit ambasador. A ka gjasa që palat mund të shkojnë në një tryezë bisedimer, se duken krejtësisht të largta, edhe regjimi në Teheran, por edhe vetë presidenti amerikan duket larg një ulje në tryezë? Është e vërtet që administrata Trump, natyrisht në bashkëpunim të ngushtë me Izraelin, hë për hë nuk e kanë në agjendën e tyre negociata diplomatike për të zgjidhur problematikën dhe për ta vënë, si thosh, çështjen e Iranit në një platformë politike tashmë për gjithmonë në kuadër të objektivave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe të Izraelit, të cilat kanë qenë këto objektiva, ashtu siç kanë qenë parashikuar në fillim ose kur filluan bisedimet e ndërmjetësuara nga Omani midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Objektivat e Washingtonit ishin 4. Ishte çështja që Irani duhet të hiqte njëherë për gjithmonë dorë nga përgatitja e një arme përthamore, së dyti që armët balistike të Iranit dhe municionet balistike duhet të reduktoheshin në maksimum për të mos u bërë kërcënim për vendet e rajonit, por në veçanti për Izraelin. Së treti që Irani nuk duhet të sponsorizojë më forcat e tip proxy në rajon, që janë Houthit, Hamasi dhe Hezbollahu, por edhe linjat e tyre në Siri e kështu me radhë, në mënyrë që situata të mos tensionohet, mos mbetet nën presionin e luftës në vendet e rajonit, dhe natyrisht ki parasysh gjithmonë siguria dhe paqja në Izrael. Dhe katërta që Irani, veçanërisht regjimi ajatollahëve, duhet të mbajë përgjegjës për shtypjen e protestave të mëdha masive që u zhvilluan në fund të muajit dhjetor dhe fillim të muajit janar në Iran, por që përfunduan me masakra masive nga ana e regjimit ajatollahëve. Po të shikosh tani mbas 20 ditësh luftimesh, shikon që këto objektiva janë realizuar pjesërisht për mendimin tim. E para, njerë që nuk janë goditur ende të gjitha ajo infrastruktur e cila duhet të përgatiste dhe prodhonte një armë bërthamore në Iran.
Kështu që janë goditur disa pika, por jo të gjitha, veçanërisht në pjesën veriore, ka ende uzina përpunimit të uraniumit që nuk janë goditur, madje thuhet që uraniumi i pasuruar në masën 60% është i ruajtur diku andej nga tunelet e veriut të Iranit. Së dyti, armatimi balistik është goditur